Mund të lahen qenë në det çdo radhë? Mund të kënaqen. Të luajnë. Absolutisht, por unë kam dëshirë që njerëzit ta kuptojnë. Brenda orës 10, jo më shumë se ora 10, 9:30, 10 e mëngjesit. Më pas është e dëmshme. Sepse temperatura e trupit të tyre shkon 39.1 normale. Tani shtoj edhe temperaturën e ambientit. Nuk po flasim temperaturën e ambientit që ne kemi që jemi 1,70 e sipër. Flasim për një qenush që është 45 cm nga toka. Duke qenë që gjithë nxehtësia ndodhet poshtë, mushkrit e tyre dhe pjesa e hundës tyre nuk e kompenson dot që t'i japi me temperaturë që mushkria e pranon. Dhe këtu ndodhin fatalitetet ndryshme pastaj. Pra deri në orën 10 në plazh. Digje putrash. Brenda orës 10. Pastaj, mbasi mbaron gjithë procedurën e plazhit që u lanë, u kënaqën, do të shplarë me ujë të ëmbël, komplet trupi. Se ujë me krip normalisht do të mbetet në lëkurë edhe në qimet e tyre. Mbeten kristalet aty, dëmtohet lëkura, dëmtohet struktura e qimes. Dëmtohet çdo gjë. Pastaj mund të përdoren këto balsamet e ndryshme. Në varësi, shiko, kjo është në varësi të personit që mban kafshën. Ka njerëz që janë super të përgjegjshëm, siç është dhe zonja në fjalë, që i ka gjithë atë kutinë e emergjencës, kutinë e çdo gjëje. Ka dhe njerëz që thjesht bëjnë plazh. Thjesht bëjnë plazh, kaq, asnjë gjë tjetër. Evis, mendon se i ke hapur vetes punë kur e sheh kështu, pra për pushimet i duhet të respektosh orarin e qenit, ta lash, pastaj ndoshta të kthesh në dhomë se i bie që të jetë shumë nxehtë në vazhdim në plazh? Në fakt, Katerina, unë nuk ri në plazh pas orës 10, sepse e kam të mundësi, ri në plazh për një kohë të gjatë, domethënë një numër të caktuar ditësh, dhe preferoj që ta evitoj orën nga 10 deri në orën 5 mas dite, ri brenda, ose bëj aktivitete që janë në hije, sepse dielli është shumë i fortë dhe është i dëmshëm për lëkurën tonë si njerëz, njëkohësisht edhe për kafshën nuk diskutohet. Kështu që e kam zgjidhur këtë problem, jam mësuar dhe kemi këtë rutinë tonë. Jeni përshtatur njëri tjetrit? Po, jemi përshtatur kushteve të natyrës. Faktikisht, kur nuk e dinim që ishim të vegjël, na linin prindërit të rinin në diell duke menduar që marrim shumë vitamin D sa më shumë kohë të rish në diell. Por çukat që kemi në trup na tregojnë që kjo ka qenë një gjë e gabuar. Kështu që kemi mësuar tani që edhe kremrat kur e blen për shembull krem për të mbrojtur nga dielli e shkruan që duhet të lyhet gjysmore para se dalësh në diell dhe duhet të evitosh orët e pikut të diellit që janë nga ora 10-11 e paradites deri në orën 5-6 pasdite. Kështu që nuk ka krem që të ruan nga rrezet ultraviolet të diellit në mesditë. Prandaj gjëja më e mirë për të gjithë është të rrinë brenda, të rrinë në hije dhe të mos ekspozohen në diell. Ndërkohë, kur ami lahet në det, përpiqemi gjithmonë të kemi një shishe me ujë të pastër, të ëmbël, që ta shplajmë mbrapa. Dhe unë jam mësuar që mbaj me vete edhe pak vaj kokosi, që t'i lyej ato putrat, sepse e kam vënë re që ami e kthen atë putrën kështu dhe fillon që ta lëpi, edhe shikoj që e ngacmon, sikur e ngacmon me dhëmbë dhe me gjuhë. Kam lexuar, kam parë që e hidraton. Një nga shenjat mund të jetë dehidratimi i putrave për shkak se terreni që është kështu si me gur, gurët e vegjël që edhe nxehen shumë, ato mund të jenë të ashpër, të nxehtë për putrat e qenushit, ndërkohë qenushi është mësuar të ecë në dysheme në shtëpi, maksimumi në asfalt apo në për këto dysheme të sheshta në rrugë. Dhe nuk është mësuar të ecim në gur. Kështu që kur vim në plazh, gjithmonë është ky problemi me amin dhe mundohem që pas një dite, pra në fund të ditës, unë t'ja lyej pak me vaj kokosi. Kam dëgjuar që nuk i bën dëm. Nuk e di çfarë do të thotë Ergo. Jo. Konfirmon që nuk ka dëm. Mund t'i veshim papuçe të vogla. Edhe hundë mund t'ja lyesh pak. Me papuçe. Po mund t'i veshim papuçe të vogla. Mund t'i vesh që mbas mund ta mbrojnë nga këmbët. Po. Të ka ndodhur ndonjëherë Evis ndonjë incident në këto 6 vite mbase në fillimet e tua kur ke pasur shenën që ka lidhje me stinën e verës dhe si e ke menaxhuar? Po, kryesisht me leshin, me flokët, me qimet, sepse kemi kuptuar edhe të udhëzuar nga vajza që kujdeset për amin, që e qef,
që nuk duhet ta lëmë qimen e gjatë shumë përpara se të vimë në plazh. Ne përpiqemi dhe kujdesemi që ta qethim para se vimë në plazh me qëllim që të mos i ketë shumë të gjata, sepse nga kripa leshi i ngatrohet edhe i bëhet si me kokra dhe ajo e dëmton lëkurën, i jep shqetësim, nuk e lë që të thahet nga dielli pasi del nga uji dhe duke mbajtur lagështirë nuk shkaktoj problem dhe për lëkurën. Dhe më përpara kur ishte më vogël lëkura psonte pak jo skuqe, po pak si nxirje dhe mund të kishte ndodhur nga myku. Po pastaj me kujdesin më vonshëm nuk i përsërit më. Vetëm në fillim kur nuk e dinin. Gazi, ndërkohë ju keni 2. Ne kemi 2. Keni edhe Seven edhe Ocho. Tani na thuaj pak pse ke quajtur 7-8? Po 7 është numri me fat. Po. Seven është i Labrador, 7 vjeç. Këtë vit ka dhe më në fund i erdhi mosha me numrin. Se më përpara bënim shaka pse ke quajtur Sevens. Sa aq vjeç është, po sa vjeç është? 6 vjeç. Edhe rrinin ishte si ti batute, kurse këtë vit tani është bërë 7, numri fatit, edhe pastaj kur vendosëm të merrnim Moçën, ishte vendim shumë i rëndësishëm, pasi partnerja ime dote, unë ato momente nuk kishja dakord që të merrnim dhe i kafshë tjetër shtëpiake, por ndodh që nuk diskutohet partnerja, zbatohet, patjetër dëshira ime ishte shumë e madhe, po thjesht duke pasur përgjegjësinë që kisha me Sevenin, sepse unë Sevenin e mora në kohë periudhë pandemie dhe kalova shumë kohë me atë. I kisha edhe 6 muaj të plota, unë u mora vetëm me Sevenin dhe ai vetëm me mua. Ikëm fshat, ndejtëm borsh, u aktivizu me njëri tjetrin, unë e trajnova shumë mirë, me ato që lexoja, që dija. Seveni është qenë shumë i bindur, është si më thënë, e le këtu, rri këtu, nuk ka, është gati për gjitha, dhe gjithçka që mundoheshja të shpjegoja partnerës time ishte që kjo përgjegjësia që do marrim ti mos e mendo se është thjesht një Seven, se Seveni ti e ke gjetë gati, ka qenë i trajnuar, tani ideja është që kjo është një krijim që ti do ta edukosh dhe ne do ta edukojmë. Edhe vendosëm pastaj ta marrim dhe Oçon, patjetër janë 2 karaktere komplet kundër si qenë. Njëri është Labrador, njëri është Poodle. Janë në plazh në foto. Atë foto në plazh, ju lutem, a mund ta shohim pak më të zmadhuar, se është shumë e bukur. Si ajo Crazy Frog. Është shumë e bukur. Fotoja në plazh e qenueshme. Po. Sepse Oço ka syze, është me syze interesante, ky është shumë i bukur, me thënë të drejtën. Ky është Oço. Oço është qenë shumë tekanjos. Besoj se doktori e di që është A, edhe ti këtë rac ke marrë? Zi. Janë shumë tekanjos i qenë, unë i quaj qenë francez. Se do ato gjërat e veta, bëhet i bezdisshëm, në kuptimin ai do gjërat e veta, nuk është se bëhet i bezdisshëm, por ne thjesht jemi në Terezin tonë dhe themi Oço, po na çmend. Po çfarë është gjëra që mund të doj? Ndryshe nga qenë të tjerë, ka një lloj kështu, se ata si kompleks inferioriteti, pse jam unë i shkurtër, më kupton? Si jam unë i vogël. Ti prebeli i vogël. Ti prebeli i vogël kështu, po që me shtrëngimin e dhëmbëve rrin kështu, po dhe du me shtrëngim dhëmbësh, nuk e do me shpërblim, siç do Seveni për shkak. Seveni thjesht mjafton të kesh atë tricin dorë, mjafton vetëm jo të kesh tricin, po thjesht kesh një gjë që bën zhurmë në një patatine. Edhe është aty dhe vetëm të shef, lutem, kur është koha ime.